shpesh ka njerëz që si t'ja nisin më fal, kanë probleme me shejtanin. Ju ban ma shumë e zvese. Allah na rujt i sulman ma shumë. Kjo është e njohën të musliman. Do më thënë, nuk nguc shejtani deri t'ja nis më fal. Kur t'ja nis më fal, shohet. Ma e men këta. Ti i pregaditun për këta. Sa të rish aty me ta, edhe shkojsh në për venet harame me ta, edhe të rish me njerëz të harame, nuk nguc, mirë je. I në grup, je në regull je. Kur dalsh, do është jo dhe sante s'po vend diskotek, kush je ti mos me shku në diskotek. Tani ko qëto. Tash ko qëto. Se i ke thonë shejtanit unë nuk vi me ty. Kush je ti që s'vjen me krejt. Këto. Kush je ti që nuk vjen me krejt shoqërin tane. Atëre ko qëto. Kështu që t'jesh i pregadit. Në qofë se fillon me ba një hajrë, tije që shejtani është marrë me kima se sa a i cili nuk banë hajrë kur. Kjo është e qartë të musliman. Ama s'paki të kishë informacion që kur t'ja nish me ba një vepër të mirë, shejtani është armik i jote në veprat mira. Në veprat këshia, veç t'a prej krahin, vetëm vazhdo, s'ka me ty heq. Do më në humucaj, ama kur thështi jo, sot me lejen Allahot Azuzel, kom më uqu me e faj sabahen, atër priti vezveset e shejtanit. Se qyshe tek, vallahu alem, ama aje gjanë gjithmonë një udhë me mritët e. Dhëtë Allahu Azuzel, innehu jarakum, huwa wa qabiluhu mina khajthu la të raunahum. Ajo sheh juve. Aje dhe ushtria tina i shohen juve. Prej ka se sheni jo heq. Dhe më thonë, donë me bohajrë, prejtë sulmin për shejtanit. Këta po të thëmë qartas. Por ata dhe pregadito, lutë Allahu në Azuzel, më bështetu të Allahu Azuzel edhe thuj, nuk ka kosh i cili muc muë, por shkak se unë e kam Allahu në Azuzel, edhe unë e du me bakit vepër, por Allahu në Azuzel. Atëre nuk ka pështet ndaj teje shejtani, kur ti mbështetësh të Allahu Azuzel.